Një ëmbëlsirë e freskët me shije çokolade që ndoshta ju duhet edhe për bajram. Krejt si fillim, fura duhet të parangrohet në 180 gradë Celsius. Bashkojmë vezët, sheqerin dhe i tundim mirë me mikser derisa të formohet një shkum. Pastaj shtojmë vajin, qumshtin, millin, kakaon dhe pluhurin për pjekje. I përzim ngadalë që mos të humbet volumi. Dhe pas pjekjes e lëmë të ftohet tërësisht dhe përgatisim kremin. Në një anë bashkojmë mascarponën, sheqer, pluhurin dhe përforcusim. Tundim për pak qase dhe pastaj shtojmë ajkën e ëmbël. Petat i ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Vendosim kremin. Dhe në fund përgatisim glazurën. Shkrim çokoladën me ajkën e ëmbël dhe e vendosim mbi tortë. Nëse e përgatisni, ju uroj përgatitje të mbarshimit tek recetat e radhës. Miropafshim!